Asamblistja e lëvizjes vetëvendosje Drita Millaku e ka paditur drejtorin e shërbimeve publike në Prizren Hasan Hasanin për fyerjet që pretendonte se ja kishte bërë në zyrën e tij. Millaku kishte bërë kërkesë për çastje në dokumente publike në zyrën ku drejtor ishte Hasan Hasani. Kërkesa kishte të bënte me tregjet në Prizren, por pasi kishte kaluar afati ligjor dhe nuk ishte marrë dokumentet e kërkuara, ajo kishte shkuar në zyrën e Hasanit. Nga aty, Millaku pretendon se kishte dalë fyer. Jo që më priti shumë keq, po më ofendoj, më nxorri nga zyra, duke më thënë fjalët më të ulta, duke më ofenduar, dhe kjo ishte arsyeja pse u detyrova pasaj me datën 5 nëntor, u detyrova me ngrit një kallëzim civil për sa i përket ofendimit. Padia civile e Millakut është e para për fyerje që është depunuar në gjykatën themelore të Prizrenit, madje e bërë nga një grua. Padia është marrë në shqyrtim në muajin korrik të këtij viti dhe është përfunduar tani në tetor. Kërkesa Millakut nga fillimi kishte qenë kërkim falja publike e drejtorit Hasani, ndërsa nuk ishte pretenduar të nxjerrte të holla. Por me që fillimisht Hasani nuk ishte pranuar të kërkonte falje, proceduralisht Millaku është detyruar të precizojë për dëmin e shkaktuar material. Prandaj kishte vendosur që t'i kërkoj 3.500 euro si dëm shpërblim moral. Pasi e pa që nuk ka kërkim falje prej këtij zyrtari, u detyrova ta përcaktoj një shumë prej 3.500 euro, për të cilën kisha menduar se do të dedikoja për bamirësi, dhe në momentin kur e kish pa drejtori që kjo shumë ishte në fuqi dhe për këtë shumë nuk tërhiqesha pastaj, në atë moment vendosi me më kërku falje publike dhe kështu që gjykata përfundoi me këtë akt vendim. Në akt vendimin e gjykatës themelore të Prizrenit, të cilin e posedon Kallzo.com, me të cilin ishte arritur pajtimi gjyqësor mes palëve e që tani ka karakterin e akt gjykimit të plotfuqishëm, thuhet se i padituri Hasan Hasani nga Prizreni pajtohet që të kërkoj falje publike para gjykatës dhe paditëses për fjalët e përdorura më 5 nëntor 2014, të cilat janë thënë paditëses Drita Millaku në zyrën e tij. Drejtori i shërbimeve publike Hasan Hasani nuk u përgjigj në pyetjet e dërguara nga Kallzo.com. Millaku, pas përfundimit të këtij rasti, inkurajon të gjithë qytetarët që sa herë që ata të ndihen të fyer dhe ofenduar, t'i drejtohen organeve të drejtësisë, nga se tani, pas kërkim faljes publike, ajo thotë se ndihet më e lehtësuar.